me mungesën e fëmijëve. Provat e Zotit janë të ndryshme. Shpeshherë njerëzit mangësinë o mungesën e diçkaje quajnë sprovë, por ai mund të jetë një mirësi me një formë tjetër. Të pasurit e diçkaje për njeriu është begati në pamje të parë, po ai mund të jetë sprovë në krahun tjetër. Unë them që natyra njerëzore patjetër që kërkon më të mirën dhe kjo nuk është as pak gabim. Por në vendimin e Zotit, në urësinë e tij, Zoti e di se cila është më e mira. Njeriu ka bërë detyrë ta pranojë me qetësi ato që cakton Zoti, por t'i lutet Zotit për mirë. Do të shikojmë që kjo grua madhështore, Sara, nga besimi i saj, nga dëlirësia dhe çeltërsia e saj, këtë sprovë e pranoi në formën e saj më të mirë, e kjo u bë shkak që bashorti i saj Ibrahimit martohet me shërbetorin e saj, t'i lindi një fëmijë, e pikërisht po themi kjo zemër e gjerë, kjo bujari, kjo dëshira e saj që ky njeri i madh mos ngelte pa trashëgimtar, bëhet shkak që Zoti më vonë e përgëzon atë në formë mrekullie që ajo të bëhet nën, në një moshë që nuk mund të bëhej më nën, në një moshë që s'mund të lindte më fëmijë. Prandaj durimi në sprovë, qasja pozitive ndaj sprovës, mendimi i mirë për Zotin dhe ruajtja e fisnikërisë, e besimit, shpeshherë tu janë bërë shkak për mrekulli shumë të mëdha. Pra kjo fisnikëri e kësaj gruaje është ajo që e ka sjellë dhe Haxherën, e ka sjellë dhe Ismailin alayhis salam, e thon ndryshe fisnikëria e Sarës ka sjellë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse profeti Muhammed alayhis salam, profeti më i mirë i Zotit, njeriu më i mirë, është pasardhësi i vetëm si profet i Ismailit alayhis salam. Prandaj sprovat shpeshherë ku ti shikosh nga lart apo larg në histori do gjesh që ato janë shkaku kryesor i mirësive të mëdha. Ka të bëjë shumë se si i qaset njeriu sprovës.